Po të Berisha nësi bëra me Nusinë. Ajo që nuk sqaroni ju dhe nuk sqarohet kontratës, a logohet dhe përheqjen e laureatës tuaj në shërba me këtë kontratë dobimi? Kontrata është publikuar plotësisht. Është publikuar. Kontrata është për qëllimet, për kauzat e drejta të Partisë Demokratike. Pra, në tërësi për marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe shteteve Partisë Demokratike, Shqipërisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Mbasi, në fakt kjo kontratë nuk është vetëm për Partinë Demokratike, për çdo shqiptar. Se siguroj që me Goni Gali Ramën e merr me veti. Nuk ka. Do e marrë, është i njohur. Rama kudo që shkon, është kryeministri që ka dhënë shfet 250.000 euro për të korruptuar opozitën. Pra nuk ka është e ka fajin kurriz Rama. Rama është njeri që u thon me thesin e fajt të kurriz. Dhe pyetja e dytë. Kur ju e mbroni këtë kontratë dhe thoni se është në të mirë të gjithë shqiptarëve, kur ju tashmë deklaroni se kjo kontratë është në të mirë të gjithë shqiptarëve dhe jo vetëm demokratëve, përse keni dhënë urdhër të gjithë demokratëve që të mos ketë asnjë debat publik? Përse jeni fiksuar debatin për këtë kontratë? Kontrata? Nuk ka asnjë urdhër për të mos u thanë shqiptarëve të vërtetën e kontratës. E vërteta e kontratës që i ka djeg kaq shumë Edi Rams, ju ka djeg kaq shumë altoparlantëve të tij të paguar nga mjezi drejt darkë, nga Edi Rama dhe mediat, ju ka djeg kaq shumë zyrtarëve të krimit, ju ka djeg kaq shumë, unë përkundrazi, do doja që këto të përsëriteshin, por përpjekja për të zënë hapësirën mediatike të programit për qytetar shqiptar, kjo nuk më pëlqen. Ju e keni pa vetë, unë kam 4 muaj që dalë para jush vetëm me program. Për program, sepse ajo është detyra. Kurse Edi Rama nuk ka program, del me përpjekjen pikrisht për të mbytur hapësirën mediatike me gjëra, me banalitete dhe me gjëra që s'kan asnjë lloj lidhje me qytetarin. Zoti Berisha, Ardit Hoxha në Euronews, për të avijuar pak pyetjen e fundit të kolegut. Nëse do të marrim të mirëqen 100% të vërtet atë që ju thoni për kontratën. Jo, s'mund t'i marrim ndryshe, se ashtu janë. Patjetër, nuk e vëmë në diskutim. Po. Pse nga Partia Demokratike nuk pati një publikim të kësaj kontrate në momentin e firmosjes? Pra, kontrata është firmosur në datën 4 prill dhe u prit që të bëhej publikimi tek Fara në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe më pas të merrej nga mediat shqiptare që ky diskutim ne të ishim sot sepse nuk ishte një kontratë e Partisë Demokratike. Vetëm ta përfundoj. Po. Ju vetë deklaruat që është një lloj kontrate që Partia Demokratike përmes fondacionit në Amerikë lidh me një avokat të zotit Trump. Për të bërë krahasimin e këtij raporti që juve lidhni këtë herë me avokatin e zotit Trump dhe që keni lidhur më herët me zotin Lasivita, një tjetër bashkëpunëtor i zotit Trump, pra në rastin e zotit Lasivita ju dorët një konferencë për mediat dhe publikuat, ndërsa në këtë rast u mbaj disi fshet. Pse kjo zgjedhje? Bravo, shumë e drejtë pyetja, sepse nuk ishte Partia Demokratike, ishte fondacioni. Ka firmosur zoti Noka. Çfarë ka firmosur? Pranon shërbimin, ka firmosur zoti Noka. Pranon shërbimin, po jo pal kontraktuese. Në rastin me zotin Krista Sivita, ne jemi pal kontraktuese si PD. Në rastin tjetër,
palë kontraktues është fondacioni i patriotëve dhe demokratëve shqiptarë. Ne nuk mund t'i zëvendësojmë ata. Ja, nuk mund t'i zëvendësojmë ata, kjo është shumë e thjeshtë, më thonë. Ne nuk mohojmë që ne kemi pranuar dhe kemi firmosur pranojmë shërbimin, por nuk jemi ne palë kontraktuese. Besoj se është e qartë. Kam edhe një kënd të dytë të po të njëjtës çështje. Urdhë, patjetër. Kanë kritik të ndryshëm në media gjatë ditëve të fundit pas publikimit të kësaj kontrate, kanë nxjerrë një lloj kërcitje të fushatës së Partisë Demokratike, që nga njëra anë tenton që t'i afrohet shtresës së varfër, duke bërë pjesë të saj, pjesë shumë të rëndësishme në fakt paketën e dhëmshurisë, dhe nga ana tjetër, po Partia Demokratike ka kapacitete financiare për të lopurë me shumëra që shkojnë deri në $6 milion. Këtu s'është e vërtet, Partia Demokratike nuk ka dhënë asnjë qindar. Është i fondacion që jep para. Apo jo. Por një gjë, edhe sikur Partia Demokratike të kishte dhënë nga arka e vet, për kauzën që është kjo kontratë, ja vlen 100 herë. Sepse, marrëm te, qa ndodh? Edi Rama zhduk djegësin e Tiranës, një vjell 130 milion euro. Dhe vazhdo një lloj të thuat se është udhëheqës i shqur. Kush e pagohu? Kujtja ke denoj me vjedhje 130 milion euro? Mos denoj Pasanikt, asnjërin prej tyre. Të varfrit i denoj. 130 milion euro janë 812.000 pensione. Ndaj dhe thash, ato mund t'i paguën të qëndark për qëndark Partia Demokratike, për të mbrojtur pikrisht. Thash, jo çdo demokrat, por çdo shqiptar, sepse janë bërë, ky është një narkodiktator. Ky, me ato që i ka bërë shqiptarve, ka përzën 1 milion shqiptar. Mendon ti se mund ta them që çdo lloj shpenzimi për të bërë transparencën, për të bërë anatomin e një narkodiktatori, është e vlefshme për çdo qytetar shqiptar. Kjo është e vërteta. Zotëri, a e dëgjove rezolutën? Të garantoj se ndryshe nga çmashtron ai, por rezolutat kanë një proces që ta dini ju, s'është sekret, jashtëzakonisht serioz. Në qoftë se ka një gjë që vështrohet me lup, para se të votohet është rezoluta. Jo para se të votohet në seancë plenare, po edhe para se të votohet në komitetin e rezolutave. Ka një komitet për rezolutat. Rezolutat janë gjëja më serioze e organizatave ndërkombëtare. Para se të vinë në seancë, ato kalojnë komitetin e rezolutave. Para se të shkojnë komitetin e rezolutave, ata kalojnë në sektor pas sektori për të provuar. Nuk voton kush gjëra të cilat nuk qëndrojnë. Nuk voton kush. Ndaj dhe përpjekja e Edi Ramës për t'i zvogluar këto është përpjekje e fundit e tij para se të thyej qafën me datën 11 maj me votën e shqiptarëve.